Të mërkurën, para deputetëve në kuvent, përveç përzgjedhjes së guvernatorit, do të jetë edhe votimi i propozim ndryshimeve të ligjit për veçqeverisje lokale. Me këtë propozim ligj, parashihet edhe formimi i policisë komunale nga Ministria për Pushtet Lokal për televizionin Shenja, thonë se në nenin 22 i cili rregullon kompetencat e komunave, në paragrafi 1.12 shtohet kompetencë e re, e cila përcakton rregullimin e rendit komunal. Komunat janë përgjegjëse për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e rendit komunal. Për ta bërë këtë në mënyrë të organizuar dhe ligjore, ato duhet të krijojnë një njësi të veçantë brenda administratës së tyre, e cila do të merret posaçërisht me çështjet e rendit komunal dhe do të veprojnë në përputhje me ligjet në fuqi. Propozimin për ndryshimin e ligjit për veçqeverisje lokale e kanë përshëndetur edhe nga Bashkësia e Njësive të Veçqeverisjes Lokale. Nga BNVL thonë se themelimi i policisë komunale është një kërkesë e kahmbotshme e tyre. Shpresojnë se pas miratimit të këtij ligji, komunat do të ofrojnë shërbime shumë më të mira për qytetarët e tyre. Me këtë ligj, përveç formimit të policisë komunale, parashihet edhe shkarkimi i kryetarit të komunës. Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë me transparencën dhe llogaridhënien e kryetarëve të komunave, këshillave dhe shërbimeve komunale dhe synon gjithashtu parandalimin e korrupsionit dhe digitalizimin e shërbimeve komunale.